boni shumë përshtypje edhe ajo pjesa e Afrikës, që i përzgjedh në thujase 10 e mjekëve më të mirë në përbot, që me shku me ndihmu për intervenimet ndryshme. Tash ka ke po atje kur ke shku në Afrikë? Atje ka qenë një përvojë shumë interesante, thëmë drejtën. Ka qenë një përvojë që është vështirë me përshkruajt. Në aspektin profesional, është një ngritje e lartë, për arsye se i shef rastet më të vështira që ndonjëherë një mjek mund mu përballë, edhe rastet edhe i ki mjetet e punës shumë të vogla, do të thonë për arsye se kushtet janë tilla. Ne kemi marrë gjithçka, nëqoftë medikamentet, instrumentet kirurgjikale, gjithë e kena transportuar nga Gjermania. Do të thonë është një mision humanitar që bëhet për ndihmë të fëmijëve që kanë nevojë atje. Po Afrika kemi qenë në pjesën e Akrës, do të thonë si kryeqytet i Ganës, dhe pjesën tjetër Tamale, është edhe rrezikshmëria shumë e lartë, se në atë pjesë shoku i politikës ka revolucioni shumë dhe kidnapohen shumë njerëz. Është shumë rrezik. Keni pas edhe rrezikshmëri që ju kidnapuan dhe mendoj gjëra të këqija. Po kena mbrojtje të ushtrisë dhe policisë atje gjatë gjithë kohës. Po është shumë interesant se me të vërtet kur i shoh ata fëmijë se si vujnë, edhe në çfarë gjendje janë, me të vërtet largohesh komplet prej realitetit cilin ne jetojmë këtu në Ballkan ose në Europë. Provoj shumë e mirë, një ndjenjë kënaqësie shumë e madhe kur është që mundesh me ndihmu një nanës për fëmin ose një fëmis, një ndjenjë që me të vërtet ban ndjesh mirë dhe ndjesh krenar. Edhe thëmë drejten, diçka që shpesh mendoj ta përshkruaj ose t'ja tregoj dikujt atë përvojë, pa shumë vështirë me fjalë për me përshkruaj. Aty a ke taku fëmijë me anomali të cilat kanë pas prej lindjes, apo ju kanë ndodhur gjana gjatë jetës që është dash pastaj me bëj intervenime? Atje më shumë ti që më ka rast si rast, për arsye se për shembull ditën e parë kur vendosmin në atë spital, do të thonë secili mjek ata mbledhen përpara, sikur më mbledhen në bord spitalit gjithë, dhe pastaj ti shkon në mirë, thotë këtë rast do më bëj sot, mundohem më ka 15-16 orë deri 20 orë më operu në ditë, që mund mi krisë janë shumë pacienta. Edhe aty që kam parë rastet për shembull të lindura anomali kanë qenë më pak, me 1% më të vogël, po gjitha ato të tjerë kanë qenë të përfituara që ndodhin më shpejt janë djegjet. Për shembull, pjesa e kuzhinës ose ato që përgatisin me një vend shumë tjetër, po kushtet. Edhe tash ato me një vend aty han, aty pinë, fëmijët aty lujnë edhe janë djeg, prej djegëve, ndoshta prej vajit ose prej ujit ngrohtë, shumë djegë kemi pas. Po djegët kanë qenë, domethënë gjithë kur janë djegë, shumica ka pat pjesa e fitirës ose ansoria e majt ose e djathtë, kanë qenë me të vërtet djegje të rënda, dhe është shumë e vështirë për fëmijët. Po është një ndjenjë me të vërtet që tash unë po duhet me dalte e bukura. Se me patjetër që duhet me i prejkë edhe këto gjana, me i shpalos, po e mira është që qytetarët e Kosovës, edhe në rrethin, kushdo që është afër këtu, e gjejnë fatlumin edhe në Kosovë. Po. Kështu që kjo është e mira e gjithë kësaj. Prandaj edhe në pata dëshirë se e kishim pak më herët Valmirën këtu, prej Ozon Hair Clinic, edhe thash Valmira shkoj pak në Gjermani, dashim me fatlumin erdhën në Kosovë. E vërtet edhe unë takova në kalim me Valmirën dhe... Po, e tash, qysh vendose, qka se nuk është bashkë thjesht edhe letë kjo me arë në një treg si që është Kosova dhe krejt ajo duke ditë si është kushtet qysh janë edhe. A ke vështirë me qenë biznes në Kosovë, fillimisht? Kosova, unë kam shku shumë vonë të mbasi jam shkollu vetëm Maqedoni, pjesën e specializimit e krijatjes si tregova, po tërheq dëshira për vendlindje